Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë. Në fakt po e nis me një replikë me zotin ministër. Nuk është e vërtet, zoti ministër, që në kohën e qeverisjes tonë kishte më pak të ardhur. Aktet normative dhe në atë kohë u bëren pikërisht për arsye të rritjes të ardhur dhe realokim të fondeve për shpenzime. Në fakt, ju nuk e dini, ka pasur një debat në atë periudhë, në fakt është apo jo e lishme, është apo jo antikushtetuese, sepse aktet normative në fakt përdoren në raste të veçanta. Në këtë rast, ju sot, me sa di, nuk e di më korrigjoni nëse nuk jam i saktë, sjellni akt normativ për këtë vit është i 11 për vitin 2025, apo jo? Edhe kjo nuk është tregon pozitivitet, sepse është një provë e radhës të një qeverie që ka dështuar, numër 11, që përpiqet të mbulojë me shifra të ngrira dhe propagandë bajate. Kemi përpara, në fakt, dokument nga qeveria që i faturon qytetarëve pasojat e paaftësisë së qeverisjes. E teksa Rama përpiqet të shes manipulimin e radhës, prodhimi brendshëm bruto nuk ndryshon, deficiti nuk ndryshon, ndryshojnë vetëm shpenzimet për pushtetin. Dhe po ju jap disa nga shpenzimet. Qeveria alokon 12.3 milion euro fonde shtesë për transfertën e pakushtëzuar ndaj njësive të qeverisjes vendore, me qëllim shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të këtyre bashkive. Pyetja që lind është, këto bashki, a janë të gjitha tuaja? Ka ndonjë përgjegjësi për pashlyerjen e detyrimeve? Vjen kjo nga abuzimet në shtesat e administratës dhe emërimet politike? Vazhdojmë më poshtë. 12.5 milion euro u shtuan me akt normativ në fondin e ndihmës ekonomike dhe paaftësinë. Shumë mirë. Por e njëjta mënyrë si gjithmonë, si dhurata në fund viti, por pas zgjidhur hallet e përditshme të këtyre shtresave me varfëri të thellë, që marrin më pak se minimumi etik që nevojitet. Vazhdojmë më tej, asnjë ndryshim financimi për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik, duke ruajtur vlerën 14 milion euro për vitin 2025. Mos harrojmë, në vitin 2013 ishin 30 milion euro çdo vit. Nuk ndryshon fondi i rindërtimit, dhe asnjë info nuk ka për sa i përket të curisë së ndërtimit të objekteve. Ky duhet të ishte një proces i mbyllur në fund të 2022-shit, sipas Ramës. Sot, për 3 vitesh, qytetarët të Durrës nuk marrin bonus qirat dhe për më tepër, mijëra qytetarë akoma nuk janë strehuar. Vazhdojmë më tej. Alt kontrolli. Vetëm 2 muaj më parë, me aktin normativ të tetorit, Alt kontroll mori financimin e radhës nga buxheti shqiptarëve, si pasojë e bllokimit të llogarive për të paguar faturën e beketit në formën e transfertës kapitale mbi 30 milion euro. Tashmë me këtë akt normativ të dhjetorit, qeveria jep dhe 40 milion euro të tjera, 20 milion euro në formën e shtesës së kapitalit dhe 20 milion euro për detyrimet ndaj korporatës shqiptare të investimeve, për arkën e mbetur bosh të Alt kontroll nga zbatimi i vendimit të arbitrazhit nga beketi. Dhe pyetja që lind, a ju kujtohet çfarë thonte Rama para disa vitesh? Asnjë qindark nuk do të shkojë për beketin. Keni ndonjë koment kur milionat e eurove të këtij vendi të varfër shkojnë përsëri për beketin? Bën gjithmonë Rama sikur nuk ka mendje, nuk dëgjon kur kapet mat. Vazhdon para me abuzimin e radhës. Fiks modeli Rama. Modeli një autokrati që rrit vetëm pushtetin e tij, keq përdor taksat dhe abuzon me paranë publike. Kjo mazhorancë, me arrogancën e vet, flaku 206 amendamente të opozitës, por jo vetëm, dhe ndonjë përfaqësuesi të mazhorancës. Kjo mazhorancë ka kthyer kuvendin në një noter të veprimeve korruptive të Ramës. Kjo mazhorancë plaçkitse e rrëmbyse e çdo pasurie publike. Nuk përbën asnjë zgjidhje pro qytetarit, pro pensionistit, pro të pamundurit. Kjo mazhorancë, kjo qeveri ka vetëm një emër: turpi që s'ka turp.